Mirë, mi kthyer në studio me horoskopin e fundit për vitin 2025 dhe do të ndalemi tek secila shenjë për të parë se si do të jetë ky 30 dhjetor për ta. Shpenzime të shumta e dim që kemi në këtë periudhë të vitit, por konkretisht cilat janë shenjat e favorizuara dhe cilat do ta kenë pak më të vështirë të menaxhojnë financat dhe marrëdhëniet profesionale, i shohim së bashku duke nisur me dashin. Dita duket e lodhshme dhe stresuese. Mund të ndihesh në luftë me koleg apo rival duke kërkuar qëndrueshmëri ose përparim në punë. Stresi mund të ndikojë edhe në vendimet financiare, kështu që mos bëj lëvizje impulsive sot. Kërko ndihmë kur është e nevojshme. Shkojmë më tej tek Demi. Dita e sotme do të ketë mundësi të mira për të planifikuar, për të sistemuar projekte dhe për të përgatitur hapin e ardhshëm profesional. Intuita e mirë sot mund të të ndihmojë të vendosësh prioritetet e punës dhe të ndërtosh bazat për 2026. Në financat duket se kërkojnë organizim të kujdesshëm për të shmangur shpenzime të panevojshme. Kjo sa i përket edhe Demit, ndërkaq ndalemi tek binjakët për të lindurit nga 21 maj në 20 qershor. Dita është e mirë për rikuperim, organizim dhe përfundim të detyrave të mbetura. Fokusohu në detaje, komunikim profesional dhe mbyllje të çështjeve të hapura. Financat mund të jenë më të qëndrueshme nëse fokusoheni logjikisht tek prioritetet. Kjo, sa i përket binjakëve, duhet jenë të kujdesshëm dhe të vendosin prioritete dhe kur menaxhojnë financat e tyre të bëjnë një ndarje, çfarë vlen dhe çfarë jo. Vetëm kështu do të kenë mundësi të kontrollojnë buxhetin që kanë në dispozicion. Në të kundërt do të përballen me vështirësi. Shkojmë tek Gaforja. Planetet sugjerojnë se tensionet planetare do të jenë në përfundim gjatë këtyre ditëve, kështu që shumë çështje profesionale që kanë qenë të ngarkuara, që ju kanë sjell stres, që ju kanë munduar, mund të shkojnë tashmë drejt qetësisë. Mund të jetë mirë të shfrytëzosh këtë kohë për të ristrukturuar punët dhe për të ripar financat personale pa nxitim, gjithmonë duke përdorur një logjik të qartë e të pastër, pa kaluar në konkluzione të paqëna dhe pa ndërmarr hapa të cilat nuk të ofrojnë siguri. Shkojmë tek Luani. Java është pa shumë lëvizje dramatike, mund ta mbyllësh vitin pa ndonjë ndryshim të madh në punë, megjithatë, stabiliteti i situatës është pozitiv dhe mund të jetë një ditë e mirë për të bërë plane për vitin e ri. Financat do të mbeten në një nivel të qëndrueshëm edhe për shenjën tuaj. Për shkuar tek shenja e radhës, ndalemi së bashku tek Virgjëresha, për ata që kanë lindur nga 23 gushti në 22 shtator, është momenti juaj, shpresojmë të jetë një moment i mirë dhe favorizues për të arritur të gjitha ato plane që i keni bërë dhe për të arritur ndër të tjera të mbani financat në kontroll, se është shumë e rëndësishme aq më tepër në këto ditë të vitit, kur le themi ngushtohet pak ai rrethi i parave që mund të shpenzojmë për shkak të detyrimeve të shumta dhe për shkak edhe të tryezës së fund vitit për cilën do të flasë vetëm pak më vonë. Megjithatë, sa i përket Virgjëreshës, por rikuperon energjinë dhe pozicionin profesional pas një periudhe e cila ka hasur në vështirësi. Dritaret të reja mund të hapen dhe ndryshimet mund të sjellin përfitime financiare në vitin 2026, sidomos nëse përdor shkaftësinë dhe organizimin tënd praktik. Nëse tregohet i shpejt dhe organizim praktik të jetë fjala jote kyçe, atëherë do mund të shohësh edhe efekte mjaft pozitive dhe një rezultat i cili do të lërë në fund tepër të kënaqur. Për të shkuar tek shenja e radhës është Peshorja. Këto ditë mund ndihesh pak i shqetësuar dhe i shpërqendruar, gjë që ndikon edhe në punë apo vendimet që lidhen me financat. Mundohu të mos nxitohesh, të bësh ndryshime dramatike në aspektin profesional, por mbaje fokusin te detyrat që kërkojnë qartësi. Është e rëndësishme që Peshorja diplomacinë, që ka karakteristikë të saj, në këto ditë të shfrytëzoj në maksimum, pa humbur fokusin dhe pa u shpërqendruar në të gjitha ato qorsokaket ku e ka futur veten në mendime. Është mirë të qëndroj brenda një fokusi dhe një balance e cila do të kërkohet në këtë periudhë të vitit më shumë se asnjëherë tjetër. Për të shkuar tek shenja e radhës, ndalemi së bashku tek Akrepi. Për Akrepin thuhet se do të ketë energji pozitive për të ndjekur projekte serioze dhe ato që janë të
të trashëguar dhe të mbartur nga situata të mëparshme. Strategjia dhe durimi janë çelësi për sukses financiar gjatë ditës së sotme, mund të jesh në një pozicion ku puna jote fillon të vlerësohet më shumë. Kështu që duhet ta shfrytëzosh në formën dhe mënyrën e duhur. Ndoshta për gjatë vitit mund të keni pasur pak kënaqësi të vogla, mund të jeni ndjer pak i tensionuar në një moment apo në një tjetër, por kjo është një periudhë reflektimi dhe është një moment për të shmangur të gjitha këto ndjesitë e të mos bërit asgjë. Pra, ndoshta shpeshherë ne jemi pak autokritik si natyrë të gjithë, natyra njerëzore, por mbase duhet t'rregohemi pak më të mirë me veten dhe të jemi falendërues për çka kemi bërë dhe të shohim se si do t'jetë hapi ynë i radhës gjithmonë me disiplinë. Disiplinën të cilën e përmendëm edhe në nisje të emisionit me thënien e ditës nga Jim Rohn. Për të shkuar tek shenja e radhës, ndalemi së bashku tek shigjetari. Për ata që kanë lindur nga 22 nëntori në 21 dhjetor, planetet, me sa duket, do t'jenë vendosur në një pozicion të fuqishëm sot, sepse edhe fantazia dhe idet e reja do t'jenë po ashtu të forta dhe shumë favorizuese. Do t'jenë mjeti më i mirë për të ecur përpara, duke gjetur zgjidhje kreative në punë ose duke eksploruar mundësi të reja profesionale. Diçka për të cilën shigjetari po punon prej kohësh me sa duket, sepse u bën disa javë tashmë që jemi pak a shumë në të njëjtat ritme, me ndryshime të vogla ditë pas dite, por shigjetari është në kërkim të vazhdueshëm të mundësive të reja dhe po rialokon në një lloj forme gjithçka në jetën e tij profesionale dhe rrjedhimisht edhe personale, se ndonjëherë harrojmë se sa fort këto të dyja janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Do të jetë një periudhë ndryshimesh pozitive ku do duhet që të përdoret pikërisht kreativiteti dhe eksplorimi i mundësive të reja për këtë shenjë të horoskopit. Financat mund të përfitojnë nga frymëzimi, por ruaj disiplinën për të mos nxituar. Dhe shkojmë tek Briciapi, tek shenja punëtore horoskopit, që pati një periudhë goxha të lodhshme, të paktën gjatë këtyre javëve të fundit, por vijon kjo periudhë e cila me sa duket ka një ngjeshje të gjitha punëve për Briciapin dhe mund të ketë shumë detyra për të përfunduar përpara pushimeve. Duhet të stërvisin durimin ata që i përkasin kësaj shenje dhe të punojnë me veten për të organizuar sa më mirë të jetë e mundur projektet që do ta ndihmojnë më tej që të arrijë rezultate të mira. Financat mund të përmirësohen përmes planifikimit afatgjat. Mos prisni që gjithçka që e bëni sot të jap rezultat menjëherë brenda pak orëve apo gjatë ditës së nesërme, do duhet të prisni për një periudhë më të gjatë, të tregoheni të duruar dhe pikërisht këtë ua thotë edhe horoskopi dhe mënyra se si Paulo Fox përkthen pozicionimin e yjeve dhe planeteve në favorin tuaj, pra duhet të organizoni mirë. Dhe ndër të tjera duhet punoni fort dhe me disiplinë për të pasur më shumë durim, për të treguar më të kujdesshëm kur bëhet fjalë drejt vendimeve të mëdha dhe mos hasni në problematika. Kur ndalemi tek ujori, mund të themi se energjia e madhe që ndjen mund të shtyt drejt ndryshimeve dhe projekteve të reja, por sot duhet ti kanalizosh këto impulse në mënyrë metodike. Parat do të kërkojnë kujdes, shmang vendimet impulsive që ndikojnë në buxhet. Nuk është momenti më i mirë për të bërë blerje që mund konsiderohen thjeshtësisht luksoze për buxhetin të cilin ju keni në dispozicion në këto momente. Edhe pse ujori mund të thojë në këto momente, por nuk po mendoj të bëj blerje luksoze se sa të domosdoshme apo gjëra të cilat nuk kushtojnë shumë, por duke ju referuar mundësive financiare dhe mënyrës se si është parashikimi për parat tuaja, duhet vërtet të jeni shumë të kursyer edhe kur tingëllojnë blerje të cilat nuk kushtojnë shumë. Shkojmë tek peshqit. Ka perspektiva shumë inkurajuese në punë, por peshqit që kanë punuar fort, sot mund të vinë rezultate
dhe njohje. Për studentët apo për ata që kërkojnë punë mund të ketë mundësi konkrete, financat gjithashtu duket se bien në ndikim të rezultateve pozitive në projektet afatgjata. Pra, ditë me fat për ata që kanë lindur nga 19 shkurti në 20 mars, janë edhe shenja e fundit e horoskopit, më emocionalët, pak ngërkuar gjatë kësaj periudhe me sa duket, të dyzuar kur bëhet fjalë për vendime të mëdha, megjithatë, kjo periudhë do të sjellë reflektim, do të sjellë mundësi të reja dhe rrjedhimisht do të jenë mundësi goxha më të mira nga ato që keni njohur më parë për te ngarkesës emocionale që po përjetoni. Dhe me peshqit ne mbyllim edhe me horoskopin.